Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë një fabrikë pucësh në qytetin Xinjiang të Kinës, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 28 personave. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë njerëz të bllokuar në çati, ndërsa Reuters nuk ka mundur të konfirmojë nëse ata u shpëtuan. Një zjarr i përmasave të mëdha ka shkaktuar një tragjedi në provincën Fujian në juglindit të Kinës, ku të paktën 28 persona humbën jetën pasi flakët përfshin një fabrikë pucësh. Sipas agjencisë shtetërore kineze Xinhua, zjarri shpërtheu rreth mesditës në fabrikën e prodhuesit të këpucëve Huiteng në qytetin Xinjiang. Brenda ndërtesës ndodheshin gjithsej 239 persona në momentin kur nisi zjarri. Autoritetet arritën të evakuojnë 213 punonjës. 2 prej tyre humbën jetën në spital për shkak të plagëve të marra, ndërsa 26 persona që fillimisht rezultonin të zhdukur u gjetën të pajetë, duke e çuar numrin e viktimave në të paktën 28. Pamjet të publikuar në rrjetet sociale tregojnë disa persona të bllokuar në çatinë e ndërtesës, ndërsa flakët dhe tymi i dendur përfshin fabrikën. Agjencia Reuters ka verifikuar vendodhjen e videos, por nuk ka mundur të konfirmojë në mënyrë të pavarur, ndërsa personat që shihen në çati u shpëtuan. Pas shpërthimit të zjarrit, në vendngjarje u angazhuan ekipe të shumta zjarrfikësish dhe shërbime emergjente për të shuar flakët dhe për të kërkuar të mbijetuar. Autoritetet kineze kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e zjarrit, ndërsa ende nuk janë bërë publike detaje mbi atë që e shkaktoi incidentin. Ngjarja është një nga aksidentet industriale më të rënda të muajve të fundit në Kinë dhe ka rikthyer vëmendjen te standardet e sigurisë në fabrikat me numër të madh punonjësish. Protestues kundër emigracionit në Johannesburg hynë derë në kërkim të emigrantëve pa dokumente, duke i dorëzuar ata te policia. Ngjarja shënon një përshkallëzim të tensioneve, ndërsa autoritetet paralajmërojnë qytetarët të mos e marrin ligjin në duart e tyre. Tensionet ndaj emigrantëve në Afrikën e Jugut po përshkallëzohen. Në lagjen Aleksandra të Johannesburgut, grupe protestuesish kundër emigracionit zhvilluan kontrolle derë, duke hyrë në banesa ku dyshonin se fshiheshin emigrant pa dokumente. Pamjet tregojnë protestuesit duke shoqëruar disa persona në rrugë dhe më pas duke i dorëzuar te forcat e policisë, të cilat i transportuan me furgon për verifikime të mëtejshme. Një shtetas i Zimbabwes, i ndaluar nga protestuesit, deklaroi për Reuters se ndodhej ligjërisht në Afrikën e Jugut, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si po identifikohen personat që po merren në shënjestër. Vala e protestave kundër emigrantëve kulmoi më 30 qershor, datë që organizatorët e lëvizjes e kishin shpallur si afatin e fundit për largimin e emigrantëve pa dokumente nga vendi. Udhëheqësit e protestës kanë paralajmëruar se demonstratat e ngjashme do të zhvillohen çdo të enjte, derisa kërkesat e tyre të plotësohen. Afrika e Jugut përballet me nivele të larta papunësie dhe shumë qytetarë fajsojnë emigrantët për rritjen e kriminalitetit dhe mungesën e vendeve të punës. Në muajt e fundit janë regjistruar edhe sulme ndaj shtetasve të huaj, si dhe grabitje të dyqaneve në pronësi të emigrantëve. Presidenti Cyril Ramaphosa ka bërë thirrje që emigrantët të mos përdoren si fajtor për problemet e thella ekonomike dhe sociale të vendit. Qeveria ka theksuar vazhdimisht se zbatimi i ligjeve të emigracionit është përgjegjësi e autoriteteve dhe jo e qytetarëve. Ndërkohë, policia ka shtuar arrestimet e emigrantëve pa dokumente dhe ka forcuar praninë e saj gjatë protestave për të shmangur përshkallëzimin e dhunës. Sipas të dhënave zyrtare, në Afrikën e Jugut jetojnë rreth 3 milion emigrantë, ose afërsisht 4% e popullsisë së vendit, një përqindje relativisht e ulët krahasuar me shumë vendet e tjera të botës. Irani ka ndërmarrë sulme ndaj infrastrukturës ushtarake amerikane në vendet e Gjirit Persik, si kundërpërgjigje ndaj bombardimeve të fundit të SBA-s. Përshkallëzimi i ri i tensioneve vjen vetëm 3 javë pas armpushimit, duke shtuar frikën për një konflikt më të gjerë në rajon. Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë përshkallëzuar sërish, pasi forcat e armatosura iraniane kanë ndërmarrë sulme ndaj infrastrukturës ushtarake amerikane në vendet e Gjirit Persik. Sipas autoriteteve iraniane, sulmet janë në kundërpërgjigje ndaj bombardimeve të fundit amerikane mbi provincat jugore bregtetare dhe lindore të Iranit. Zhvillimet e reja vënë në pikpyetje armpushimin e arritur vetëm 3 javë më parë dhe rrisin frikën për një përshkallëzim të konfliktit në lindjen e mesme. Pamjet të publikuara nga Irani tregon një antar të Gardës Revolucionare Islamike duke shkruar mbi një raket një mesazh hakmarrjeje për liderin suprem Ali Khamenei,
i cili u vra në ditën e parë të luftës gjatë sulmeve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Po këtë të njëjtë u zhvillua edhe ceremonia e varrimit të Khameneit, pas një jave me ceremoni mortore dhe tubime masive në qytete të ndryshme të Iranit. Nga ana tjetër, Marina e Gardës Revolucionare deklaroi se sulmet amerikane dhe ndërhyrja e Washingtonit në drejtimin e lundrimit në ngushticën e Hormuzit po pengojnë rikthimin normal të qarkullimit detar në një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Autoritetet iraniane paralajmëruan se çdo ndërhyrje e mëtejshme nga SBA-ja do të marrë sipas tyre një përgjigje shkatërruese. Ndërkohë, ushtria amerikane deklaroi se bombardimet e fundit kishin për qëllim garantimin e lirisë së lundrimit në ngushticën e Hormuzit, pasi akuzoi Iranin për sulme ndaj 3 anijeve cistern në këtë zonë strategjike. Pretendimet e palëve nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po ndjek me shqetësim zhvillimet nga frika se përshkallëzimi i ri mund të rrezikojë stabilitetin e të gjithë rajonit. Banorët e qytetit Sinxhil në bregun perëndimor kanë krijuar grupe vullnetare që patrullojnë natën për të paralajmëruar dhe penguar sulmet e kolonëve izraelit. Palestinezët thonë se dhuna është shtuar ndjeshëm që nga fillimi i luftës në Gaza, ndërsa Izraeli kundërshton akuzat se forcat e tij mbështesin kolonët. Çdo natë, banorët të qytetit palestinez Sinxhil në bregun perëndimor ngjiten në kodrat përreth për të vëzhguar çdo lëvizje të dyshimt. Ata janë pjesë e një rrjeti vullnetarësh të krijuar për të mbrojtur komunitetin nga sulmet e kolonëve izraelit. Sipas banorëve, këto patrulla janë bërë të domosdoshme, pasi ata besojnë se nuk marrin mbrojtje as nga ushtria izraelite dhe as nga autoritetet palestineze. Për çdo rrezik, vullnetarët njoftojnë menjëherë banorët përmes grupeve në aplikacionin WhatsApp, duke bërë që 10 persona të dalin për të mbrojtur lagjet dhe pronat e tyre. Banorët thonë se dhuna e kolonëve është rritur ndjeshëm që nga fillimi i luftës në Gaza. Një prej vullnetarëve deklaroi se 3 persona janë vrarë dhe se kolonët kanë hyrë vazhdimisht në fshat për të vjedhur, djegur dhe shkatërruar prona. Një tjetër banor tregoi se vetëm pak ditë më parë u sulmua me një shkop me gjemba, ndërsa po korrte grurin. Ai shtoi se vitin e kaluar kolonët qelluan me armë zjarri drejt tendës së ngritur nga vullnetarët, ndërsa të nesërmen sipas tij, ushtria izraelite e çmontoi tendën. Ushtria izraelite nuk ka komentuar menjëherë këto pretendime. Një familjar tjetër kujtoi se rreth 2 vite më parë, një koktejl Molotov u hodh në shtëpinë e tyre, duke shkaktuar zjarr ndërsa familja ndodhej brenda. Ai tha se u shpëtua fal fqinjëve që ju përgjigjen thirrjes për ndihmë. Banorët shprehen se jetojnë çdo ditë me frikë. Ata kanë vendosur hekura në dritare dhe garde metalike rreth shtëpive, ndërsa shqetësohen edhe për sigurinë e familjeve që shkojnë në shkollë. Pranë Sinxhilit, ushtria izraelite ka ngritur gjithashtu një gardë sigurie që rrethon qytetin. Banorët thonë se ai kufizon lëvizjen e tyre dhe e bën më të vështirë arritjen në tokat bujqësore dhe qytetet fqinje. Shumica e vendeve të botës i konsiderojnë vendbanimet izraelite në bregun perëndimor të palishme sipas të drejtës ndërkombëtare, ndërsa Izraeli e kundërshton këtë interpretim. Një hetim i Kombeve të Bashkuara muajin e kaluar arriti në përfundimin se forcat izraelite kanë mbrojtur sulmet e kolonëve, një akuzë që autoritetet izraelite e mohojnë. Një analist gjerman i mbrojtjes vlerëson se vendimi i Donald Trump për t'i dhënë Ukrainës licencë për prodhimin e raketave mbrojtëse Patriot është një hap pozitiv, por jo i mjaftueshëm. Sipas tij, Ukraina ka nevojë urgjente për armë, ndërsa prodhimi i ri do të kërkojë kohë. Vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë Ukrainës një licencë për prodhimin e interceptorëve të sistemit raketor Patriot është pritur me optimizëm të kujdesshëm nga ekspertët e sigurisë. Analisti gjerman i mbrojtjes Christian Molling tha se ky është vetëm hapi i parë dhe se marrëveshja duhet të pasohet nga negociatat të ndërlikuara mes industrisë amerikane dhe asaj ukrainase për të bërë të mundur prodhimin e raketave. Sipas tij, autoritetet ukrainase duhet të përshëndesin nismën amerikane, por njëkohësisht të mbajnë edhe alternativa të tjera, pasi mbështetja e Washingtonit nuk duhet të konsiderohet e garantuar. Molling theksoi se lufta i ka mësuar Ukrainës rëndësinë e zhvillimit të kapaciteteve të veta ushtarake, përfshirë prodhimin e armëve dhe dronëve me rrezet të mesme dhe të gjatë veprimi. Ai shtoi se vetëm në këtë mënyrë, Kievi mund të sigurojë pavarësinë në mbrojtjen e vet. Megjithatë, sipas analistit, problemi më urgjent është mungesa e armëve në këtë moment. Ai tha se depot janë pothuajse të zbrazura dhe se Ukraina ka nevojë për raketa mbrojtëse menjëherë, jo pas disa muajsh apo vitesh. Eksperti ngriti pikpyetje nëse Shtetet e Bashkuara do të jenë të gatshme të ridrejtojnë një pjesë të prodhimit aktual drejt Ukrainës,
ose t'u lejojnë vendeve të tjera që disponojnë raketa Patriot t'ia dërgojnë ato Kievit. Donald Trump e bëri njoftimin gjatë takimit me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në samitin e NATO-s në Ankara, për pa dhënë detaje mbi afatet apo sasinë e raketave që do të prodhohen. Sipas burimeve të njohura me bisedimet, interceptorët e rinj pritet të prodhohen në Gjermani ose në një tjetër vend evropian për të shmangur rrezikun e sulmeve ruse ndaj objekteve të prodhimit në territorin e Ukrainës. Për momentin, mbetet e paqartë nëse Ukraina do të marrë raketat Patriot në një afat të shkurtër, ndërsa luftimet në terren vazhdojnë me intensitet të lartë. Nigel Farage ka dhënë dorëheqjen si deputet i Clactonit për të kërkuar një mandat të ri nga qytetarët, ndërsa hetohet për një dhuratë prej 5 milion poundësh nga një miliarder i kriptomonedhave. Vendimi ka ndarë banorët mes kritikave dhe mbështetjes, duke e kthyer garën në një provë të rëndësishme politike. Një lëvizje e pazakont e Nigel Farage ka trazuar politikën britanike. Lideri i Reform UK ka dhënë dorëheqjen nga mandati si deputet i zonës së Clactonit dhe ka kërkuar zhvillimin e një zgjedhjeje të re, duke deklaruar se dëshiron që qytetarët të vendosin vetë nëse ai meriton të vazhdojë detyrën. Farage tha se nuk ka bërë asgjë të paligjshme dhe se votuesit duhet të jenë gjykatësit e vetëm të veprimeve të tij. Dorëheqja vjen ndërsa ai është nën hetim për një dhuratë me vlerë 5 milion poundësh të marrë nga një miliarder i kriptomonedhave. Farage pretendon se dhurata është marrë përpara se të bëhej deputet dhe për këtë arsye nuk duhet të jetë objekt hetimi. Vendimi ka shkaktuar reagime të ndryshme mes banorëve të Clactonit. Disa e konsiderojnë të panevojshëm zhvillimin e një zgjedhjeje të re, duke e cilësuar si humbje kohe dhe parash. Ndërsa të tjerë shprehen se Farage po trajtohet padrejtësisht dhe se meriton të marrë sërish besimin e qytetarëve. Në garë, deri tani, kandidati më i njohur përballë Farage është Count Binface, një personazh satirik i interpretuar nga një komedian britanik, i cili prej vitesh kandidon në zgjedhje me mesazhe humoristike dhe ironike. Ai u bëri thirrje qytetarëve të dalin në votime, duke shfrytzuar rastin për të tallur klasën politike. Sipas analistëve, Farage po përpiqet ta paraqesë këtë zgjedhje si një përballje mes qytetarëve të zakonshëm dhe establishmentit politik, duke argumentuar se hetimi ndaj tij është i motivuar politikisht. Rezultati i votimit pritet të shihet si një test i rëndësishëm për popularitetin e Farage dhe për ndikimin që çështjet ligjore mund të kenë në karrierën e një prej figurave më të debatueshme të politikës britanike. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan udhëroi liderëve të NATO-s revolver të personalizuar me emrat e tyre, të shoqëruar edhe me fishek të vërtet, pas samitit në Ankara. Dhurata e pazakont shihet si një mënyrë për të promovuar industrinë turke të mbrojtjes, e cila është kthyer në një nga sektorët më të rëndësishëm të eksporteve të vendit. Një dhuratë e pazakont ka tërhequr vëmendjen pas përfundimit të samitit të NATO-s në Ankara. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan udhëroi liderëve të aleancës një revolver të personalizuar me emrin e secilit prej tyre, të vendosur në një kuti elegante druri dhe të shoqëruar me fishek të vërtet. Pamjet e publikuara nga zyra e presidentit të Lituanisë tregojnë armën e marrë nga presidenti Gitanas Nausėda. Sipas informacioneve të bëra publike, bëhet fjalë për një revolver të rrallë Gumushaj 357 Magnum, të prodhuar nga kompania shtetërore turke MKE gjatë vitit 1990. Fakti që dhurata përfshinte edhe municion të vërtet ka ngjallur reagime dhe diskutime, pasi arma nuk ishte vetëm një objekt dekorativ apo koleksioni. Sipas mediave ndërkombëtare, qëllimi i Erdogan ishte të promovonte industrinë turke të mbrojtjes, e cila vitet e fundit është ndërruar në një instrument të rëndësishëm të politikës së jashtme dhe të eksporteve të Turqisë. Donse industria turke e armëve prodhon kryesisht pistoleta gjysma automatike moderne, revolveri i dhuruar konsiderohet një model i rrallë dhe me interes për koleksionistët. Prodhuesit turq të armëve kanë fituar gjithnjë më shumë terren në tregun evropian të armëve civile, duke konkurruar marka tradicionale italiane dhe belge me produkte më të lira. Sipas organizatës Small Arms Survey, me seli në Gjenev, Turqia ishte eksportuesi i tretë më i madh në botë i armëve të lehta gjatë periudhës 2019-2024, me eksporte që arritën rreth 3 miliard dollar. Vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Italia eksportuan më shumë armë të këtij lloji gjatë kësaj periudhe. Dhurata e Erdogan ka ndezur debat mbi simbolikën e saj, duke e kthyer një gjest diplomatik në një nga momentet më të komentuara të samitit të NATO-s. Liderja e të djathtës ekstreme franceze Marine Le Pen ka nisur fushatën presidenciale pasi një gjykat i hapi rrugën kandidimit, megjithse la në fuqi dënimin e saj
për përvetësim fondesh të Bashkimit Evropian. Zhvillimi ka ndezur debat të fort politik në Francë, ndërsa Le Pen mbetet një nga favoritët në sondazhe. Marine Le Pen ka nisur zyrtarisht fushatën për zgjedhjet presidenciale franceze vetëm një ditë pasi një gjykat apeli i hapi rrugën e kandidimit të saj, pavarësisht se konfirmoi dënimin për përvetësim të fondeve të Bashkimit Evropian. Liderja e së djathtës ekstreme u prit me brohoritje nga mbështetësit dhe me protesta nga kundërshtarët gjatë aktivitetit të parë elektoral në qytetin La Flèche, në perëndim të Francës. Shumë simpatizant u afruan për të fotografuar dhe me presidentin e partisë së saj, Jordan Bardella. Në fjalimin e saj, Le Pen deklaroi se dëshiron ta përqendrojë debatin te problemet që shqetësojnë qytetarët francezë, si rritja e kostos së jetesës, pasiguria, deindustrializimi dhe pagat e ulta. Vendimi i gjykatës ka ndarë opinionin publik. Mbështetësit e saj argumentojnë se dënimi po përdoret si armë politike nga kundërshtarët dhe se rastet e ngjashme kanë përfshirë edhe politikanë të tjerë. Në anën tjetër, kritikët theksojnë se një person i dënuar nuk duhet të kandidojë për postin më të lartë të shtetit, duke kërkuar që ligji të zbatohet njësoj për të gjithë. 57 vjeçaria Marine Le Pen ka kandiduar 3 herë më parë për presidente dhe, sipas sondazheve të fundit, renditet ndër favoritët për zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Nëse fiton, ajo do të bëhej presidentja e parë e ekstremit të djathtë në historinë moderne të Francës. Analistët vlerësojnë se Le Pen po llogarit që votuesit do t'i japin përvarësi programit të saj politik dhe jo problemeve ligjore, një strategji që shumë e krahasojnë me mënyrën se si Donald Trump arriti të ruante mbështetjen e elektoratit amerikan pavarësisht proceseve gjyqësore. Fushata presidenciale pritet të zhvillohet në një klim të polarizuar, ku çështjet e drejtësisë, ekonomisë dhe migracionit do të jenë në qendër të debatit politik francez. 2 javë pas tërmeteve që goditën shtetin bregdetar La Guardia, mijëra banorë në Venezuelë vazhdojnë të jetojnë në kampe të improvizuara dhe të presin ndihma humanitare. Bilanci i viktimave ka arritur në 3.685, ndërsa gati 18.000 persona kanë mbetur pa shtëpi. 2 javë pas tërmeteve të fuqishme që goditën shtetin bregdetar La Guardia në Venezuelë, pasojat e katastrofës vazhdojnë të rëndojnë mbi mijëra familje. Në qytetin Katia Lamar, banorët u rreshtuan për të marrë ndihma humanitare, ndërsa shumë prej tyre jetojnë ende në tenda të improvizuara, pasi shtëpitë e tyre janë dëmtuar ose janë shkatërruar. Një prej të mbijetuarve tregoi se kjo është hera e dytë që humbet shtëpinë e tij për shkak të një fatkeqësie natyrore. Ai tha se familjet po përjetojnë momente të vështira, por falenderoi organizatat dhe qytetarët që kanë ofruar ndihmë nga vende të ndryshme. Ndihmat po shpërndahen nga organizata humanitare Global Empowerment Mission, e cila njoftoi se vetëm gjatë kësaj dite do të dorëzojë mbi 2.000 pako ushqimore dhe ndihmash bazë nga një për çdo familje të prekur. Drejtori i organizatës, Luis Velasquez, falenderoi diasporën venezueliane në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në Miami, si edhe donatorët që kanë mbështetur operacionin humanitar. Ai bëri të ditur se organizata ka ngritur tashmë një magazinë në Venezuelë dhe planifikon të qëndrojë në zona për disa vite për të vazhduar ndihmën ndaj banorëve. Ndërkohë, disa të mbijetuar kanë kritikuar autoritetet vendase, duke pretenduar se reagimi i tyre ka qenë i pamjaftueshëm dhe se mbështetja më e madhe ka ardhur nga organizata ndërkombëtare dhe donatorët e huaj. Sipas bilancit më të fundit të publikuar nga autoritetet venezueliane, numri i viktimave nga tërmetet e 24 qershorit ka arritur në 3.685, ndërsa afro 18.000 persona kanë mbetur pa banesë. Operacionet e ndihmës e rikuperimit vazhdojnë, ndërsa mijëra familje përballen ende me pasiguri dhe sfida të mëdha për të rikthyer në një jetë normale. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.